Përshëndetje gjithëve, kësaj here në podcast do të flasim për një tematikë sensitive, për divorcet, pasi dhe raporti i tyre në Shqipëri është rritur ndjeshëm. Nga një raportim i fundit nga institucione përkatëse flitet që 25 divorce nga 100, pra nga 100 martesa, 25 janë divorce. Kjo është raporti më i fundit. Për këtë do të diskutojmë me avokaten Brunilda Lika. Zonja Lika, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit dhe ju për ftesën. Urime për podcastin tuaj. Faleminderit shumë. Unë e thash që në krye të herës ka një raport problematik, le të themi, nga 100 martesa ka 25 divorce. Në çfarë situate jemi? Ju jeni për dishmërinë tuaj, jeni çdo ditë në kontakt me të tilla raste? Është e vërtetë që divorcet po e prekin edhe më shumë, çdo ditë edhe më shumë shoqërinë tonë. Numrat e zgjidhjes së martesës janë duke u rritur. Në fakt, le ta themi dhe atë anën pozitive që ende jemi një shoqëri që më shumë preferojmë të lidhim martesa sesa pra të kemi atë, nuk kemi arritur ende tek 50 me 50, siç mund të jenë shoqëri të shteteve fqinje e tjerë. Pra, jemi ende në atë, le të themi, ku prevalojnë më së shumti martesat. E vërtetë është fakti që zgjidhjet e martesave sa vinë edhe shtohen dhe arsyet në fakt janë nga më të ndryshme, ku kjo është një plag e shoqërisë tonë, për faktin sepse në shoqërinë, në vendin tonë, në Shqipëri, zgjidhjet e martesave shpeshherë shoqërohen me time, debate, konflikte, dhe nuk janë të paqta, të qeta, me marrëveshje, në mirëkuptim për të mirën e përbashkët të ish dy bashkëshortëve, por edhe të fëmijëve të mitur, pasi nga martesa mund të kenë ardhur në jetë dhe fëmijë të mitur. Patjetër që gjykatat janë vigjilente dhe interesi kryesor dhe më i lartë, pa diskutim, i jo vetëm i gjykatave, por edhe i avokatëve dhe i gjithë institucioneve që do të zbatojnë një vendim që ka pra për objekt zgjidhjen e martese, duhet të ketë në interesin më të lartë fëmijën e mitur. Le të rikthehemi nëse pra arsyeve që dominojnë, sepse prevalojnë zgjidhjet e martesave. Kush janë arsyet? Arsyet janë nga më të ndryshme. Mungesa e komunikimit është një faktor, konfliktet e vazhdueshme, emigrimi, tradhtia bashkëtorë, po ashtu po fillon të rritet ndjeshëm numri i zgjidhjes së martesave për shkak të tradhtisë, por në thelb mbetet gjithmonë mungesa e komunikimit midis dy individëve. Kur ndodh zakonisht divorci ose prishja e martesës, zonja avokate, në fillim të martesës, në mes të saj, cilat janë grup moshat që preken më së tepërmi? Është një grup mosh 40, 50 dhe kur ka kaluar një 10 vjeçar nga momenti i lidhjes së martesës, mesatarisht. Po flas në një numër të përgjithshëm, sepse kjo nuk do të thotë që nuk kemi dhe martesa, zgjidhjen martesash në një kohë më të shkurtër martesës, ose edhe një kohë më të vonë. Pra, vitet e fundit po konstatojmë që kemi kërkesa për zgjidhje martese edhe të dy ish-bashkëshortëve kaluar edhe disa dekada të martuar, dhe prapë janë drejtuar gjykatës dhe kanë kërkuar zgjidhjen e martesës. Por grup mosh dominon është 40-50 dhe nëse mund ta themi mesatarisht tek një 10 vjeçar, 15 vjeçar nga momenti i lidhjes së martesës. Pra, është një kohë ku tregon në fakt që njëra apo tjetra palë, gjithmonë kur kemi të bëjmë me zgjidhjen e martesës, kur e kërkon vetëm njëri bashkëshort, sepse le ta themi edhe këtë problem që kemi dy mënyra se si mund të zgjidhet një martesë, ose me pëlqimin e dy palëve, ose me pëlqimin e njëri bashkëshortëve. Pra, nuk është e domosdoshme që të dy të duan zgjidhjen e martesës. Nëse njëra palë është shumë e prekur nga dhe është në gjendje në një pamundësi për të vijuar dhe për të vazhduar martesën, absolutisht ka të drejtë që të drejtohet gjykatës dhe të kërkojë zgjidhjen e martesës. Dhe pikërisht grup moshat të cilat preken janë ato të cilat kanë kaluar një 10-15 vjeçar të martuar. Dhe pse në eksperiencën time unë vlerësoj që gjykoj më saktë që
kjo kohë 10-15 vite që i kanë dhënë mundësinë njëri tjetrit, njëra palë është prekur më shumë dhe ka parë të pamundur vazhdimin e jetës së përbashkët dhe ka dhënë të gjitha mundësitë për ta rikuperuar marrëdhënien e tyre dhe për të vazhduar. Dhe pasi janë ezauruar të gjitha mënyrat e mundshme dhe gjithë koha dhe durimi i mjaftueshëm nga njëra palë, ka arritur në vendimarrje absolutisht për t'u drejtuar gjykatës dhe për të kërkuar zgjidhjen e martesës dhe pasojat që rrjedhin prej saj. Qartë, kush nga gjinit preferon që të ketë zgjidhje të martesës? Kush më shumë, pra meshkujt apo femrat? Nëse disa vite më përpara dominonte gjinia maskullore, sot mund ta them me bindje që të dyja gjinit janë në ato paralelen e tyre, të cilat i drejtohen institucionit të gjykatës për të kërkuar zgjidhjen e martesës. Dhe kjo në fakt tregon edhe një lloj vlerësimi të gjinisë tjetër që mund të ketë, që ka një lloj besimi që ka krijuar për veten gjinia femërore, e cila kur e ka të pamundur dhe kur përjeton të dhunë dhe keq trajtim dhe nim të jetës personale e tjerë, absolutisht është emancipuar dhe ka krijuar vetbesimin dhe arrin deri aty sa mund të kërkojë ndërsa zgjidhjen e martesës. Nëse i referohemi disa viteve më përpara, absolutisht ka qenë një gjë e pa, le të themi, nuk e kanë pasur, jo se nuk e kanë pas aksesin në aspektin ligjor, por në aspektin, le ta themi, mental, në atë mentalitetin e tyre, kanë qenë të stepura, të tërhequra, ishte pikërisht gjinia që duronte çdo gjë dhe duronte pafundësisht derisa jepte çdo mundësi martesës për ta shpëtuar martesën. Ndërkohë sot dhe shumë mirë që ka ardhur kjo ditë ku dhe zonjat, dhe gratë dhe vajzat, që të cilat janë të prekura dhe nuk përballojnë jetën e përbashkët, t'i kthejnë dinjitetin dhe të tregojnë respekt për veten e tyre dhe pse jo t'i drejtohen institucionit të gjykatës, siç ndodh në ditët e sotme. Qartë, por neve shikojmë në vitet e fundit që ka një tendencë të çifteve të reja për të mos u martuar të paktën ligjërisht me letra. Është kjo një frikë e tyre në mos të një divorci ndoshta të mundshëm në të ardhmen për ndarjen e pasurisë, sepse është kjo zgjedhje? Tani, unë e lidh me disa arsye, sepse të rinjt nuk po zgjedhin të martohen. Së pari është faktori ekonomik. Të rinjt nuk guxojnë të marrin përgjegjësi, sepse jeta, sidomos në Shqipëri, ka një pasiguri, të ardhurat nuk janë mjaftueshëm për të siguruar jetën personale të tyre dhe më pas një martesë ka përgjegjësi ligjore dhe kërkon mbështetje të dy palëve, të dy bashkëshortëve në mënyrë që të ecin përpara dhe të kanë detyrime, të drejta dhe detyrimet të përbashkëta në jetën e tyre të përbashkët. Aq më tepër në një martesë nëse do të lindin dhe pasardhës, përgjegjësia dhe detyrimet rriten dhe shtohen dhe pa diskutim që i bën të steven dhe të tërhiqen të rinj për të marrë një vendim për të pas një përgjegjësi kaq të madhe. Në fakt unë këtë e lidhe me ndërgjegjësimin. Të rinjt janë ndërgjegjësuar dhe kuptojnë që martesa është përgjegjësi dhe krijimi i familjes është përgjegjësi. Ka dy anë, ka ato pozitive që kemi numër të rinj që janë ndërgjegjësuar, por ka edhe atë anën negative ku të rinj dorëzohen, sepse nuk duhet të dorëzohesh. Jeta nuk është e garantuar. Njeriu duhet përpiqet, njeriu duhet guxojë, duhet marrë hapa në mënyrë që të bëj atë që dëshiron në jetë. Sepse kemi dhe një kategori tjetër të cilët janë plotësisht të vetëdijshëm dhe nuk duan të lidhin martesë, nuk duan të kenë pasardhës, nuk duan të krijojnë familje. Mendoj që është faktori ekonomik gjithsesi që të rinjt nuk po vendosin të hedhin një hap më tej në një lidhje ose në një lidhje që mund të kenë. Neve shohim, zonja avokate, që në zonat rurale
ka më shumë martesa të suksesshme, nëse mund ta quajmë kështu, se sa në zonat urbane. Pra, në Tiranë ka divorce më të mëdha krahasuar me rrethet. Pse ndodh kjo? Ndikon fakti që në komunitetet të vogla është ajo shprehja që të gjithë njihen me të gjithë dhe paragjykimi, ajo që i cungon ndoshta çiftet që mos marrin një hap të tillë siç është edhe divorci? Tani, në zonat rurale, në fakt, vërtet që martesat janë më të lehta për të lidhur. Dhe unë e lidh këtë faktin që e kanë shumë të thjeshtë zona rurale që të marrin ndihmë për të hedhur një hap, për arsye sepse është ndikim, le ta themi, nuk e lidh me përgjegjësinë. Jo domosdoshmëri fakti që në zona rurale martohen e marrin këtë vendim më thjesht, do të thotë që rezulton që kanë dhe martesa më të suksesshme. Në eksperiencën time mund t'ju them me plot bindje që martesat të cilat kryesisht nga zonat rurale janë ato të cilat mbartin më shumë plang, dhe kanë brenda më shumë histori të ndjeshme njerëzore, kanë më shumë sakrificë, më shumë vuajtje, më shumë dhunë e tjerë. Pra, le të themi që thjesht janë më të predispozuar për ta hedhur më lehtë këtë hap, por nuk e lidh me përgjegjësinë. Pra, nuk do të thotë detyrimisht që martesat të bëra pikërisht në zona rurale absolutisht do të thotë që janë edhe më të suksesshme. E vërtet në këtë aspekt, por nga ana tjetër, shpeshherë kur ndodh një ndarje ose një divorc, ka edhe të mitur dhe fëmijë që pa fajin e tyre janë edhe ata viktimë në thonjza e këtij vendimi të prindërve. Sa e vështirë është për ta, pra për fëmijët, dhe a është e drejtë ndarja që bëhet më pas në gjykatë se kujt i takon edhe përgjegjësia për atë fëmijë? Absolutisht. Në shumicat e rasteve, të paktën unë kam asistuar dhe kam qenë pjesë e zgjidhjes në pozicionin e avokates në proceset të zgjidhjes së martesës, konstatoj një lloj indiference nga ana domos e dy prindërve, dy ish-bashkëshortëve, një lloj indiference për fëmijën e mitur. Ka raste ku arsyeja e zgjidhjes së martesës është dhuna fizike, psikologjike dhe aty është totalisht i haruar fëmia dhe nuk është marrë parasysh nga asnjëri prej bashkëshortëve, qoftë nga nëna apo nga babai, sidomos nga ai që ushtron dhunë. Dhe kjo është shumë e rëndë dhe na prek në fakt kur kemi raste të tilla. Është e vërtetë që kur është një fëmijë, kur gjatë martesës kanë lindur fëmijë, prindrit e kanë obligim që të jenë shumë të kujdesshëm dhe ta zgjidhin në rast se mendojnë që e kanë marrë këtë vendim dhe nuk ka kthim mbrapa dhe jeta e tyre e përbashkët është bërë e pamundë. Absolutisht, sepse një zgjidhje martese nuk është në vetvete nuk është e mirë, nuk është një veprim i mirë. Por kur duhet dhe kur është për të mirën e të gjithëve, dhe sidomos për atë të fëmijës së mitur, sepse një fëmijë meriton të rritet në një ambient të qetë, të sigurt, të ngrohtë dhe ku ka dashuri, qetësi dhe harmoni. Nuk meriton të rritet mes dy prindërve që griten, kanë përplasje, konflikte, diskutime me tonë të larta her pas here e tjerë. Dhe patjetër, që thash në fillim që vëmendja e të gjithëve është pikërisht fëmia i mitur dhe gjykata sigurisht një proces gjyqësor zgjidhjes martesës fëmijë mitur në mes, absolutisht që seancat zgjasin më shumë, caktohet një ekspert psikolog, ku eksperti psikolog më pas bën vlerësimin për se fëmia i mitur ku do të qëndrojë dhe vendos të drejtën e takimit për prindrin tjetër. Pra, ku do t'i lihet për ritmin e edukim dhe prindri tjetër absolutisht do të ketë ditë dhe orë takimi të caktuara në vendimin e gjykatës, sikurse do të ketë edhe të përcaktuar një pension mujor ushqimor që do t'i paguajë fëmijës si detyrim për të mbuluar shpenzimet për rritjen e tij. A plotësohen këto detyrime?
nga njëri prind, në këtë rast ndoshta babai, duke qenë se pjesë e modërmuese është Po, gjinja mashkull ajo që ka të barë. Plotësohet apo ka dhe probleme në këtë aspekt? Pra, pas procesit të divorcit detyrohet mamaja në këtë rast që të hap një tjetër proces që ka të bëjë dhe mos me përmbushjen e detyrimit prindëror nga ana e babait për ta plotësuar në këtë rast. e vërtet është që kemi dhe raste ku njëri prind nuk plotëson detyrimimin e tij dhe nëna i drejtohet nëna, po marrim nënën në këtë rast, por nuk është vetëm se vitet e fundit konstatojmë që kemi dhe nëna të cilat heqin dorë nga lënia për rritje dhe edukim fëmijës dhe japin pëlqimin e tyre për të që fëmia i mitur të qëndrojë me babain. Po, në fakt unë konstatoj që ka një lloj ndërgjegjësimi tek baballarët ose tek njëri prind që të përcaktoj. Ka një lloj ndërgjegjësimi dhe këto detyrime përmbushen, megjithëse një pjesë ende nuk e kupton detyrimin. Le ti rikthehemi sidomos zonave rurale, e quajnë si një përfitim të nënës dhe jo si një shpenzim që shkon drejt për së drejti për nevojat materiale që fëmia i mitur ka për të rritur dhe në shumicën e rasteve kur nuk përmbushet, nuk konstatoj pamundësi nga pala tjetër, por konstatoj mungesë dëshire sepse njëri prind mendon që do ta përfitojë prindi tjetër dhe nuk parashikon shpenzimet që fëmia i mitur ka për të rritur. Qartë, nuk e di, zonja avokate, në eksperiencën tuaj, cili ka qenë divorci më i shpejt në kohë? Më i shpejt në kohë, absolutisht ka qenë janë zgjidhjet e martesave të cilat nuk kanë ardhur në jetë fëmijë, sepse absolutisht në një martesë që kanë sjell në jetë fëmijë, detyrimisht gjykata do të marrë kohën për të bërë një gjykim të drejtë, transparent, me ekspert, duke dëgjuar palët. Nëse fëmia është 11 vjeç, thirret dhe fëmia i mitur për të dhënë mendimin e tij përpara gjykatës e tjerë. Pra, zgjidhja e martesës më e shpejtë është kur nuk ka fëmijë të mitur. Sa kohë pas martesës e kanë kërkuar nga eksperjenca juaj? Një muaj, një vit, 2 vite? Sa kohë pas martesës të kërkojnë zgjidhjen e martesës? Në shumicën e rasteve konstatojmë zgjidhje martesash të cilat po flisni për rastin më të shpejt apo për rastin më të shpejt, në rastin më të shpejt në këtë rast. Për rastin më të shpejt. Për rastin më të shpejt kemi raste për shembull kur 3 vite, 4 vite martesë dhe janë drejtuar gjykatës pas me padi për të kërkuar zgjidhjen e martesës. Qartë, por persona të tretë, pra mund të ketë zgjidhjet e martesës për shkak të ndërhyrjes së personave të tretë, në këtë rast jo një tradhti e mundshme, por mund të jenë familjar që mund të ndërhyjnë tek çifti dhe kjo më pas mund të jetë edhe shkak për një ndërprerje martese. Rezulton e tillë? Për fat të keq, në mentalitetin ton, nuk e kuptojnë që martesa është një veprim, le të themi, individual dhe zgjidhja që bën në jetë njëri që bëjnë 2 partnerë në jetë janë sepse duhet dihen vetëm ata 2 të përmbushur nga njëri tjetri. Për fat të keq ka një keq interpretim dhe një keq kuptim të martesës në vendin tonë, sepse i rikthehen zonave rurale, sidomos në zona rurale, bashkëshortja shihet jo vetëm si bashkëshortja e bashkëshortit, por si nusja e cila do të vinë në shtëpi, do të ketë do të ketë vëmendje dhe kujdesin ndaj gjithë anëtarëve të tjerë të familjes, tek familjet kryesisht patriarkale ekzistojnë këto mendësi të cilat e vrasin dal nga dal një martesë. E vrasin dal nga dal sepse një martesë kërkon pavarësi, kërkon distancë nga anëtarë të tjerë të familjes, kërkon që 2 njerëz të komunikojnë vetëm ato 2 për jetën e tyre dhe vendimet i marrin bashkë dhe jeta e tyre vetëm midis 2 bashkëshortëve dhe jo të ketë ndërhyrje nga të tretë. A ka ndërhyrje nga të tretë dhe a janë bërë këto shkak i zgjidhjes martesave në vendin tonë, në Shqipëri? Po patjetër.
dhe mund t'ju them me bindje që janë tu, në mes Tiranës, në mezin e Tiranës tonë, pikërisht. Sepse ka ndërhyrje nga palë të treta, nga familjarë, siç ju e përmendët, dhe siç drejtohet pyetjen, dhe këto patjetër bëhen shkak që njëra palë të kërkojë zgjidhjen e martesës sepse i shikon të pamundur jetën e përbashkët. Zonja avokate, edhe një pyetje të fundit, a ndodh që gjatë procesit të divorcit, në seancat e ndërmjetësimit që bëhen para ose gjatë gjithë kësaj kohe, mund të ketë dhe ribashkime të çifteve që më herët ndoshta ka menduar një divorc të mundshëm? Personalisht më ka ndodhur në disa raste. Më ka ndodhur në disa raste ku në gjatë seancës së pajtimit kemi pasur tërheqje nga palët për të kërkuar më tej zgjidhjen e martesës dhe për të vazhduar jetën e përbashkët. Në fakt, ndodh kur kur zgjidhja e martesës nuk është nisur realisht për arsye objektive, pra zgjidhja nuk ka pasur në thelb probleme madhore për të shkuar drejt një zgjidhje martesë, mirë ka qenë një vendim i marrë dhe i mirë menduar. Dhe në momentin e pajtimit, palët janë tërhequr dhe kanë vijuar jetën e përbashkët. Por mund t'ju them që kam konstatuar edhe raste me shumë keqardhje do të thotë, ku kemi pasur tërheqje të njërës palë ose pranim për të vazhduar jetën e përbashkët, sepse pala tjetër nuk ka pasur ku të strehohet, ku të shkojë pas zgjidhjes martesës. Rasti konkret që unë kam qenë e pranishme në sallën e gjyqit ka qenë një nën me mitur dhe të diskutuar me bashkëshortin e saj më përpara seancës gjyqësore, vendosën në seancë gjyqësore që të bënin, pra në seancën e pajtimit të bënin pajtim dhe të tërhiqeshin nga procesi, por me dhimbje të thellë këtë që ajo nën dhe ajo bashkëshorte e kërkoi të tërhiqej sepse nuk ishte ku të shkonte dhe bëri një marrëveshje me ish bashkëshortin e saj që ajo të vijonte. Qartë, por nga ana tjetër edhe një pyetje, kjo absolutisht është e fundit, zonja avokate, sa e vështirë është procesi i divorcit për secila palë, por nga ana tjetër, kush e fal më shumë tradhtin? Meshkujt apo femrat? Nuk di që fal më shumë, sepse ne avokatët merremi me finalizimin dhe procesin në gjykatë. Nuk më ka ndodhur të kem raste ku shkaku i zgjidhjes martesës ka qenë zgjidhja e martesës për arsye të tradhtisë bashkëshortore dhe dikush nga palët është tërhequr sepse e ka falur. Nuk më ka ndodhur personalisht. Nuk do të jem njeriu i duhur për t'ju dhënë një mendim. Qartë. Por në lidhje me se sa e vështirë është një proces zgjidhjen e martesës në Shqipëri, ende edhe pse në vitin 2025 mbetet një proces i vështirë dhe një vendimarrje jo e lehtë për të marrë, sepse nuk ka institucione mbështetëse, nuk ka politikë sociale mbështesi njërën pa në rast se zgjedh të divorcohet, të zgjidhë martesë. Marrim në fokus gratë dhe vajzat. Nëse një grua kërkon të zgjidhë martesën, atëherë aq më tepër nëse është nën me fëmijë të mitur, sigurisht që pas zgjidhjes martesës duhet i garantohet një streh, një punësim dhe një mirëqenie për të rritur, për të vazhduar jetën e saj në një normalitet dhe për të qenë e qetë me të ardhur për atë për të rritur me fëmijët e saj nëse ka sjellë fëmijë. Gjë që nuk ekziston në vendin tonë. Nuk kemi politika të tilla ku t'i mbështesim këto gra dhe vajza. Sepse për hir të vërtetës dhe për fat të në shumë martesave janë ato që detyrohen të largohen nga banesa e përbashkët. Sepse janë ato, le themi, në thonë më të dobta financiarisht
Dhe edhe në shumë aspekte të tjera gjatë një raporti martesor. Qartë. Zonja avokate, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë podcasti dhe faleminderit shumë për gjithë informacionet që u ndat. Faleminderit dhe juve. Uroj.